A e dini që Reposh Kastrioti, vllai i madh i Gjergj Kastriotit, zuar mur, ka jetuar dhe ka ndruar jetë në manastirin e Hilandarit, në malin e shenjt Atos, ku unë jam aktualisht. Manastiri i Hilandarit ndodhet në zonën më malore të malit të Atos, atje ndodhet dhe varri i tij, por unë nuk hyra dot për arsye se manastiri është me murg serb. Në manastirin e Hilandarit, Reposh Kastrioti u dorëzua mur rreth vitit 1431 dhe jetoi deri në vitin 1435. Në të gjitha kronikat historike, ai përmendet si princi arbror që u dorëzua Zotit dhe mori emrin Murgu Mihal. Ndroi jetë tash në vitin 1435, babai i tij Gjon Kastrioti, nder të djalit tij vendosi t'i jepte manastirit të Hilandarit disa prona, disa fshatra dhe të ardhurat e tyre në zonën e Dibrës. Dokumenti thot, unë Gjon Kastrioti me bijtë e mi, Reposhin, Stanishin, Konstantinin dhe Gjergjin i jap manastirit të Hilandarit pronat e mia në krajinën e Debarit. Varri i tij ndodhet në kapelën e kishës së Hilandarit me emrin Murgu Mihal, është një prej historive në fakt që ne pak e kemi njohur, ishte vllai i madh i Gjergj Kastriotit. Jo histori është një prej historive që lidh malin e shenjtë me historinë e shqiptarëve, por jo e vetmja. Këtu ka jetuar Jan Kukuzeli, këtu kanë qenë disa nga protagonistët e rilindjes kombëtare shqiptare në fund të shekullit të 19. Nga mali Atos.